Po mendoj se është një listë thujse solide tashmë prej kosh, të cilët si vjen një pjesë më të madhe, për mi 95% të kësaj liste është prezente në çdo takim që kombëtarja ka me kundërshtar, kështu që me një përjashtim vogël është që edhe ju e pasqyruat me shumë saksi, me lvizje të vogla 2-3 lojtarësh maksimum, por në përgjithësi ka në njëjta listë. Si një farë mënyrë të shmo janë edhe të harmonizuar dhe nëse të flasë të kombinum një me tjetrin, që ka sjellë një farë mënyrët edhe një farë cilësijet në lojën e Shqipërisë. Pra njohin mirë lojën e njëri tjetrit dhe është shumë e rëndësishme që të jenë pothuajse një pjesë e konsiderueshme lojtarët bashkë, sepse ndryshimet e listave nuk sjellin asgjë tjetër përveç se konfuzion ndoshta dhe mos stabilitet. Dhe kjo është arsye besoj se Silvinjo ban zgjedhjet e tija pothuajse të njëjtë lojtarë. Po Bërthama besoj që po. A është lista më e mirë, mund të hajnë edhe diskutim ndoshta. Tek këtu për në një lojtar të cilit mund të jetë cilësor, apo ndoshta nuk ashtu edhe preferencat e ekipit, apo qoftë edhe në pozicionin ku ata mund të losen, mund të kenë mi vendosje lojtarësh dhe ndoshta kanë një fije vështirë për të fut. Një në ata për mendimin tim është edhe Muçi, një lojtar i cili ka cilësi, ka cilësi shumë mira, gjithsesi është një lojtar i cili tashmë pothuajse gradualisht po hub edhe vendin në kombëtare. Nuk i di arsyet, jemi sinqert. Por sidoqoftë është një lojtar i cili ka kënd dhe cilësitë e tija besoj se mund të shërbejnë kombëtarës. Po besoj është një armë, ashtu si e tha Silvinjo, një armë plus, një mundësi plus, një alternativë më tepër për ekipin ton, një lojtar i cili tashmë po bën mirë në kampionatin ku adheron dhe i cili edhe në ato mundësi që ja dhon për të përfaqësuar kombëtarin ton, besoj se ka dhënë më të mirën e tij dhe kanë mbresën e tij, qoftë te publiku, po qoftë edhe te trajneri Silvinjo. Është një lojtar i cili ta drejtën unë njoh, kam ndjek mosaq që në përbamjen e tij me Ujstënjishin, ku atëherë lutet për Lokomotivën e Zagrebit, qofshe gabum, dhe një lojtar i cili ka potencialet e duhura për të kenë qoftë edhe një lojtar i rëndësishëm për të ardhmen e kombëtarëve shqiptare, kështu që edhe thirrja e tij besoj është shumë pozitive. Jo vetëm për kombëtaren ton, por në veçantë edhe për vetë lojtarin. Mundësia, tham drejtën, është e paktë, sepse po të shifsh janë 5 sulmuesa, pra është Broja, është Ozuni, është Manaj, është Daku dhe i pestin listë është Tuci. Mundësia është shumë e vogël, thujse, gjithsesi urojmë që mos kenë as problematika damtimesh të lojtarëve, sepse atje do të na sjellë edhe probleme, por jemi sinqert, për momentin gjenden më të mirë dhe ata të cilët kanë më të peshë, nëse mund të them të kombëtarë shqiptare, janë sulmuesat e parë të cilët edhe përmend me Brojen, me Manajin, me tashmë edhe me Uzunin, po kështu edhe Daku, kështu që por sidoqoftë thash edhe më përpara, një ftesë e Tucit është shumë pozitive në veçantë sidomos për lojtarin, për t'i dhënë një moral, për t'i dhënë një aspekt psikologjik më të madh dhe për t'i treguar se këtu je. Dhe natyrisht që duhet tashmë vetë Tuci të bëjnë performanca të mira ashtu siç po bën, në mënyrë që të rritet si futbollist, sepse në fund është prapë një djalë i ri në moshë dhe ka shumë për të mësuar, por ka shumë edhe për të treguar. Kështu që besoj cilëtetet e tija janë ato të cilët të napin shpresë që ky mund të jetë një lojtar i sulmues i ardhmës të kombëtarëve shqiptarë. Po është grumullimi i dytë, qofshe gabum për këtë lojtar dhe besoj në një listë prej 7 mbrojtësh. Tashmë është edhe Cake. Unë e kam pa shumë pak, nëse të jemi sinqert, edhe te ekipi ku sepse lut për shkëndimet e topës dhe natyrisht që objektivi jonë si trajnera që merrna kena te kampionati shqiptar, por sidoqoftë ka qellu ta shoh pak edhe te kombëtarja që bërin ndeshjet miqësore. Është një djalë shtatnalt, djalë me të ardhme, natyrisht që edhe pozicioni i tij tek shkëndijat e topës është një pozicion sa kyç, por është edhe i rëndësishëm, gjatë cilën ka shprehë edhe në Kupën e Evropës, me aq pak mundësi si kanë pas për ta parë shkëndijat e topës së lut. Besoj që edhe trajneri Silvinjo, po atjetër që duke kanë kombëtarës, trajneri kryesor natyrisht që është detyrë e tij për të përzgjedhur dhe natyrisht që edhe për të bërë zgjedhjet e duhura, kështu që thirrja e tij besoj se është një thirrje e drejtë dhe pozitive.
besoj se është emergjencë e mbrojtjes, sepse nuk besoj se është një emergjencë e mbrojtjes, sepse tashmë është një mbrojtje e konsoliduar me Hysen, Ajetin, Gjimshitin edhe Mitej dhe nuk besoj se ka problematika. Përposhtë tyne 4 lojtarëve, po atjetër që janë edhe dublazhet e tyne, tashmë rikthimi i Aliit mas damtimit, janë po kështu Ismaili, po kështu Nasser Ali, dhe janë po thuaj dhënat e dublume dhe nuk ka se është çështje emergjence. Për jashtë Kumullën, i cili vu një damtim dhe nuk është pjesë e kësaj kombëtare. Pjesa tjetër besoj se është e njëjta siç folëm më përpara, Elis. Po Kumulla, tham drejtën, është një lojtar i cili vetë klubet aty ku ka luajtur futboll Serie A dhe kulmin e tij me Romen, besoj se nuk është rëndësisht aty, pra fal punës, fal performancë, natyrisht që ka shkuar te nivelet tashmë dhe në kampionatin spanjoll është prapë një trampolin shumë i mirë. Për mos thënë është edhe më i mirë se Seria italiane. Por që të jemi sinqert, kombëtarja ka pas pak hapësina sepse kanë bërë performanca shumë të mira, sidomos për mendimin tim dyshë Ajeti me Gjimshitin, edhe pse Ajeti një farë për jullet u harru, nëse mund të them kështu, por është një lojtar që me sinqeritetin më të madh mund të them se nuk di me gjetri gabim në performancat e tija me kombëtarët shqiptare. Kështu që kjo dyshë besoj është thujse e blindume dhe e garantume dhe gjatë cilin i napin garanci kombëtarës tonë, jo vetëm në ndeshjet e ma përpar me pa tjetër, por besoj edhe në ndeshjet e ardhshme dhe është një dyshë e cila nuk duhet të kontestu për mendimin tim askush. Por nuk e di, thamë edhe vetë, si jemi sinqert, mund që ka qenë pjesë e kombëtarës prej kosh. Në fakt hapësinat kanë qenë vogla për te, megjithatë sa ajo që jashtë dhënë mundësia ka treguar që është një lojtar me cilësi shumë mira, sidomos në fazën sulmuese, është një lojtar i cili ka shumë dhunti të mira, është i shpejtë, teknikisht shumë i aftë, shumë i zoti për të superuar kundërshtar, ka një goditje të mirë dhe gjatë cilën jo më kot ka qenë edhe pjesë e kombëtarës tonë. Fakti është pak e çuditshme, megjithatë unë personalisht shpresoj që mos ketë në një krisje, nëse mund të them kështu, mes të një dhe Muçit, apo ndoshta mund të jetë edhe çështje zgjedhjesh mirë vendose, siç thamë, nëse marrim si shembull Muçin në mënyrën si lot futboll kombëtare shqiptare, po atë që Muçi ka luajtur kombëtare shqiptare, as si një sulmues i krahut majt apo quajtur winger tashmë në futbollin modern, ku futet nga mbrapa dhe hin në organizimin e lojës, por në aty tashmë për momentin ka alternativa ashtu Zuni, që edhe është tipik lojtar sulmues krahut, aty ku ka ADN-n e vet, pavarësisht se shpeshherë ndoshta edhe më përpara përdor edhe si sulmues i parë, çka për mendimin tim nuk e kam pa me vend, megjithatë duhet të them që është Zuni aty, tashmë është edhe Arber Hoxha, ndoshta mund të jetë, nëse e mendon ashtu trajneri, mund të jetë e tepërt një 3 sulmuese në krahut, një listë, por sidoqoftë unë mendoj që nuk është e tepërt kur për pas Muçi pjesë të kombëtarit shqiptar. Absolutisht nuk mund të thojmë se nuk është ekip modest, që është e vërteta, është e tillë. Por nganjëherë, por shpeshherë këto ekipet modeste janë ekipet e cilet bën një damp mall në aspektin e menaxhimit apo të menduarit të ndeshjes. Pra me këtë duhet të them, janë ekipet e cilet ka herë të vënë në xhum, vetë emri i tyre, bjehona e tyre që është e pak në futbollin botnor, as më tepër në atë europian dhe botnor. Dhe në një farë mënyrë ka momente edhe neglizhencet apo ndoshta jo dhënien maksimumet e ekipeve përpara tyre, gjatë cilën mund të bëhen edhe problematik. Dhe historia e futbollit ka treguar që edhe ekipet vogla ku nuk janë marrë me seriozitetin e duhur kanë krijuar probleme, madje kanë krijuar edhe surpriza. Po nuk mendoj se ekipi shqiptar ka vend për neglizhencë. Absolutisht nuk ka vend, sepse vetë pozicioni nuk është çështje vetëm pozicionit, por sidoqoftë një ekip ose një sportist profesionist patjetër që duhet të vlerësojnë çdo ndeshje, çdo kundërshtar si të barabartë, se në fundit janë pikë në lojë dhe e rëndësishme është për të marrë pikë dhe nuk ka rëndësi se kush është kundërshtari përballë. As më tepër që kombëtarja jon besoj që ka dëshmë një përbamje të futbollistëve të cilët pothuajse të gjithë luajnë në kampionatet e huaja dhe në nivele të larta dhe prej vitesh luajnë aderojnë në klube të ndryshme me emra të mëdha në momente të caktuara, individ të caktuar, dhe nuk besoj se tashmë janë pjek dhe nuk besoj se në një profesionizëm ka vend për neglizhencë. Nuk e mendoj kurrë, që besoj që do të jenë maksimumin tonë. Por nëse referohet ndeshjes së Serbisë, jemi sinqert, unë jam shpreh në mediat
tona shqiptare jam shpreh, të cilët nëse flasim për Shqipërinë apo Serbinë, kush është presion, unë mendova dhe thash që do të ishte ekipi serb, si natyrisht, edhe duke pas parasysh që lunë në shtëpi vet, kërkote as më tepër, historia ishte e tillë në shekuj ku as më tepër me ekipin tona do të mendote se do të nepshin më tepër se ata kanë në ADN-in e tyre për të dhënë në një ekip. Dhe natyrisht para publikut tyne do të ishte presioni më së madh do të ishte në krahun e Serbisë tek ne. Për momentin tash mendoj që është tek ne, sepse i kena në dorë çdo gjë dhe nëse nuk e mendoj kurrë për një sinqerisht nuk e mendoj kurrë për një fiasko nëse mund të them kështu të ekipit tonë në mënyrë absolute, por tashmë gjithsesi duhet jena karikum maksimalisht dhe një farë mënyrë ka një farë presioni të cilën është normale, po të thash edhe më përpara tek profesionizmi nuk ka presion, janë taf për përballu presionit, janë taf për përballu mediat, janë taf për përballu tifozëritë, janë të taf për përballu çdo gjë dhe nuk besoj se përbën një problem shumë të madh. As më tepër që në këto dy ndeshje që kanë me Andorin edhe me Anglinë, unë mendoj që presionit real ndoshta mund të jetë tek ndeshja me Andorin, të cilën duhet me patjetër ta zgjidhim sa më shpejt bilet që të jetë e mujtur. Kurse me Anglinë nuk besoj se në një presion i madh, sepse në fakt edhe hemni vetë Anglisë patjetër është sportistat duhet të jenë të çlirë për të bërë lojën e tyre për të arktuar në kuptimin e kësaj në fushën e lojës për të treguar me gjitha ekipit edhe anglisë si tashmë janë një Shqipëri e cila duhet të jenë konsiderat nga gjithkush. Dhe nuk i dihet mallaj futbollit edhe ka momente që edhe më varet edhe si të merr loja, sepse përveç të gjitha këtyre gjërave që janë në aspektin e vetë individëve, vetë të ekipit, pra në aspektin profesionist, patjetër që mbrapa ka edhe pjesë të rëndësishme, jo pak vogël edhe fati, kështu që nga një herë edhe fati i buzëqesh edhe më të vëzhgë.